vetë është pasalitet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në një patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukur. Po ku je o agenti i Iranit? Ç'bën more? Ja, Ç'bën more? agenturë. Më vjen vetëm Janë duke bërë agentura. Po qa, kë po saboton tani? Olco. Edi Ramën, Po saboton. Edi Ramën, e kemi ndarë dynjan. Do më thënë, Ajatullahi i madh ka thënë, unë do merrem me Amerikën dhe Izraelin, ti do merresh me Edi Ramën dhe Arnautistanin. Është nda dynjaja. Ata gjynë me drona me raketa, unë i shkreti, është ai termin anglisht armchair warrior, apo ai luftëtari që rri ulur në koltuk. Mos ketë bësh ti me këto më. Mos ketë bësh ti me këto hakerimet më. Me hakerimet mëse Rama ka thënë se ka po hakerat iranian po na sulmojnë si pasojë e shpalljes luftës të Iranit. Po kur u bën këto hakerimet në 2022-shin, para se të bëjshin hakerimet, unë edhe Gjergji Thanasi i bëm letër Këshillit Sigurisë Kombëtare, ku i thonim Ramës edhe Metës, po që dy, domethënë, më fal të shprehun, vjesin nga frika nga amerikanët. Edhe i themi këtyre që ore Meku po bën nomin, domethënë se Meku atëherë po bënte nomin duke bërë sulme kibernetike kundër Iranit e tjerë. Edhe pasi bëm ne këtë letër, se unë isha në Shqipëri atëherë, ishte qershor më duket. Një 2 muaj më mbrapa, në gusht u bën ato sulmet kibernetike. Edhe erdhi një, kështu thuhet domethënë, erdhi një ekip nga Microsofti në Shqipëri, donte me gjithë se kush i kishte bërë hakerimet, edhe thotë që persona thotë se doli ky grupi Homeland Justice, që dolën në Telegram këta, që nxorën emailat e Gledis Nano ose gjithë spionulliqet që bënte Gledisi. Edhe erdhën në Shqipëri dhe thoshte se i hikën te mujahidinët, me sa unë kuptoj. Edhe i kanë thënë mujahidinët që është ky Ulsi me ato Thanasin, edhe u bëja ai raporti i Microsoftit atëre dhe thoshte që njerëzit që ndajnë ideologjinë e hakerave janë Gjergji Thanasi dhe Ulsi Azexhiu. Edhe e lexuam këto mediat u tremën se aty Shqipënia ka tuni vogël. Ne i bëm letër Microsoftit që i thamë, ne s'kemi lidhje me hakerimet. Edhe po, ai që e ka shkruar atë raportin e Microsoftit do ka qenë nga këta indianët që mban punë Microsofti edhe çfarë bëj unë ku ti ke të marrë vesh në çfarë është bë, sepse deri sot e kësaj dite nuk dihet se kush janë hakerët. Rama 1 e 2, nëse e pe domethënë edhe para pak orësh, është bërë një summit me ca hajdutër izraelit aty në Tiranë, të cilët kanë ardhur të bëjnë plaçk, të kapin ai lek domethënë nga taksat e shqiptarëve. I kishte ftuar ky kuislingu kosovar, ky Albatros Rexhaj. Edhe Rama domethënë sa herë vjen në Izrael thotë, "Na ku Irani thotë, na shiu Irani thotë." Se do me i treguar izraelitëve që unë jam krahun tuaj, unë jam luftë me Iranin, ata na hakojnë neve, po ne jemi trima edhe rezistojmë Iranit. Por deri sot e kësaj dite nuk është gjendur akoma se kush ishin hakerët që hakeruan Shqipërinë. Biles edhe pse Rama po mund të jetë haker, mund të jetë çdo kush, mund të jetë në kalamoj që rrin në një kafe me laptop. Pyetja ime konsiston në faktin, mendon se janë hakerat huaj apo sabotimi brendshëm për të ngritur një kartë politike brenda parlamentit? Tani Jezu Krishti ka një thënie në Bibël, thotë pema gjykohet nga frytet e saj. Dhe po të shikosh se kush fitoi nga hakerimet, nuk ishte Irani, por ishte Izraeli.
Ishte Izraeli, ishte Rama, ishte Gysagasi, ishte kjo kosovarja Vlora Hysenaj që rrinte me Gysagasin, ishte kjo Mirlinda Karçanaj që vodhën lek sa që u shqepën duke vjedhur. Dhe do më thënë, ta shohësh nga aspekti strategjik, geostrategjik, pse duhet Irani merrej me budalliqet, hakeronte, do më thënë se si njerëzit hynë edhe dalin në rinas. Dyshimi im është, dhe mua ma ka thënë edhe një këshilltar sigurie i këtij i Ramës, do më thënë, për nuk dua të nxjerr emrin se s'dua ta dekonspiroj. Edhe ai më ka thënë që edhe Rama vetë di që nuk janë iranianët, po do më thënë rrof se bebi. Dhe e forta është që edhe Departamenti Amerikan i Shtetit, kur u bën hakerimet atëre dhe doli në mbështetje të Shqipërisë, nuk ka thënë që e ka bërë Irani, por element të financuar nga Irani. Sepse për ata që u morën me këto hakerimet atëre nga vinin sulmet, me sa mbaj mend unë, sulmet kanë ardhur diku nga Brazili, nga Rusia, se këta hakerat përdorin shumë më burr proxy e gjona këta smeren vesh nga hyn. Po, normalisht nuk është Irani që të hakerosh, ke nevojë të kesh internet fuqishëm e tjerë. Për ata që e njohin Iranin, në Iran s'ka internet. Në Iran interneti është cop. Edhe po, domethënë nga këto hakerimet, kush fitoi Rama edhe fituan një grusht me hajdutër nga Bashkimi Sovjetik, hajdutër Izraelit, të cilët vodhën lek sa që u kënaqën, duke marrë nga lekët e shqiptarëve në emër të hakerëve. Biles Rama atëre kur u bën këto hakerime, shkoi edhe në NATO, shkoi në Bashkimin Evropian, e ku nuk shkovi domethënë, duke pretenduar që na ka sulmuar Irani, e të gjithë i thanë Iran shpatllave, i thanë bravo, i thanë, jetë shumë i mirë, hik shtëpi tani. Rama ditë të thoshte, ta dini ju, thoshte, se ne jemi në NATO, thoshte, përmendim neve artikullin apo nenin e 5 të NATO-s do bëhet nami, do më thënë të hynte në luftë NATO me Iran, po thanë nuk e bëra, tha se mu prish menja. Por muhabeti është që kush përfitoi nga hakerimet është përfitoi Izraeli. Do më thënë të gjitha E di kush ka përfituar? E di kush ka përfituar miku im? Ka përfituar në atë parë, ka përfituar ditë dose Akshit. Ergjys Agasi me shok. Po. Do më thënë, si ka nisur skandali Akshit, aty është dhënë përgjigje e të gjithë sulmeve kibernetike të huazuara apo të paramenduara se vijnë nga lindja. Në radhë parë, ne që jemi pak më të logjikshëm se sa grada e çmendur e pacientëve, pra ne jemi pacientët, po jemi pacientët zero, që kemi çik nevojë për kur. Ne dim shumë mirë që kosto e përfitimi një sulmit iranian në një lagje të Iranit si Shqipëria, sjell më shumë kosto se sa përfitime në radhë parë. E dyta, për të njëjtën arsye, Amerika është duke humbur luftën me Iranin, sepse po shpenzon aq shumë miliona dollar në ditë kundër një ushtrie e cila ka 1/100 e kostove të saj për armatimet e njëjta. Dhe që të sulmosh Shqipërinë, a kemi ne rezerva ari? Lesht e currit. A kemi neve rezerva tona të naftës? Lesht e currit, i ka Amerika. Irani do për të sulmuar rezervat e tua të naftës se ka bllokuar 25% tregtisë botërore me ngushëllisjen e Hormuzit. Pra nuk ka pse të bëj një loj proxy edhe në Ballkan ku nuk ka aleate vlla, nuk ka satelit në thelb. Se mund t'i ketë lindjet mes me satelitët. Pra bie, kur Irani nuk ka përfituar as edhe një lloj gjëje nga kjo, dhe ne shikojmë që ka përfituar Gysagasi me shok, Akshi, atëherë ngrihet dyshimi i arsyeshëm që ky sulm ka ardhur nga brenda apo nga jashtë. Kjo ishte edhe pyetja ime për ty. Ky sulm ti mendon se ka ardhur nga brenda vlla apo nga jashtë? Se që është përdorur për politikë, ky është fakt. Tani unë nuk dua të bëjmë si Rama që flet jerm, pa patur fakte, por unë them kush ka përfituar. Përfitoi
banda e Ramës, Vlora Hysejnajt, Mirlinda Karçanaj, Gysa Gasit që vodhën miliona euro nga buxheti shqiptarëve. Përfitoi Edi Rama, i cili bëri mitin sikur Shqipëria është shkëm graniti në brigjet e Adriatikut që është duke luftuar kundër islamizmit iranian për të mbrojtur Izraelin. Përfitoi Rama në veçanti nga që gjithë këto grupet çifute e ftuan, sikur ftohet një palaço apo një klon, domethënë që hajde ta dëgjojmë, le të flasi ky le të lej. Edhe Rama domethënë ka fituar shumë nga këto sulmet kibernetike, nga që nga momenti që u bën sulmet kibernetike, ky pak a shumë u kthye në atë birin e kurvës të Netanyahut, ku i tregon te Netanyahu që unë jam i gatshëm të bëj për juve çdo gjë. Dhe në veçanti fitoi Izraeli, nga që nga viti 2022 nën justifikimin e sulmeve nga Irani, edhe kjo konferenca që po bëhet tani në Tiranë me këto shoqatat izraelite që kanë ardhur të bëjnë një thes me lek dhe që i ka sjell ky kosovari Albatros Rexhaj që të vjedhin lekët e shqiptarëve. Edhe në këtë konferencë kur ishte Rama domethënë 1-2 këtë përmend, domethënë na hakoi Irani, edhe po tha ne jemi me ju, duke i thënë Izraelit, i tha atyre çifutëve, duke i përsëritur për poshtërimin, për shkeljen me këmbë, për degenerimin e shqiptarëve. Ua përmendi prapë, i tha Shqipërinë e keni vendin tuaj, keni shtëpinë tuaj, hajde vendosuni këtu. Domethënë bëri përsëri thirrje për kolonizim. Dhe nga viti 2022 Izraeli i dha Izraelit të gjitha të dhënat tona kibernetike. Domethënë Izraeli o shpend ka numrin tënd të telefonit, ka email tënd, të gjurmon ty ku je, ku nuk je, çfarë bën, çfarë nuk bën, të ka akses në llogarinë bankare, të ka akses në e-Albania, di pronet e tua, di lidhjet e tua familjare, xhaja, motra, çka ke ti etj. Dhe ka të dhënat e tua si quhen ato kur jep shenjat e gishtave. Biometrike. Domethënë Mossadi izraelit në çdo moment mund t'i kopjoj të dhënat e tua, bën pasaport, kartë identiteti në emër tënd, vetëm do vendosi surratin e një muzhiku nga Ukraina apo nga Rusia, dhe ky muzhiku nga Rusia apo Ukraina do shkojë në Iran, do shkojë në Malajzi, do shkojë në Turqi, gjithë botën, mund shkojë edhe të vrasë njerëz, edhe ty do të ngelet në gjithë botën atë që në emrin tënd. Domethënë, fituesi më i madh ishte Izraeli, dhe Izraeli në veçanti fitoi me largimin e ambasadës iraniane nga Tirana. Domethënë, iranianët e dinin që marrëdhënia e tyre me Shqipërinë u dhye në 2016 kur Rama mori mujahidinët, dhe sidomos në 2018 kur Izraeli filloi projekte konkrete në Shqipëri. Ato projektet filluan zaten që në 2016 kur Izraeli dha urdhër Ramës që të arrestonte 150 shqiptarë, se e testuan ata Ramën deri sa mund shkonte Rama për ata kur u bë ajo ndeshje e futbollit Izrael-Shqipëri në Shkodër, ku Mossadi hapi lajmin e rrem sikur ishte bërë një grup i Al-Qaidës që ishin ca mysliman me mjekra që do sharronin izraelitët. Dhe Irani e kuptoi që Shqipëria u kthye në një shtet armik, po prap Irani qëndronte urtë dhe Irani kishte interes mos i prishte marrëdhëniet me Shqipërinë për shumë arsye. E para, Irani ka marrëdhënie historike me Shqipërinë, që nga koha e Osmanëve, iranianët çfarë nuk kanë bërë për Shqipërinë, jo vetëm që kanë shkolluar me qindra shqiptare, kanë ndërtuar teqe, tyrbe, kanë sponsorizuar dervishe, hoxhallare, myftilere, medrese etj. Jo vetëm që kanë bërë edhe pull në emër të Naim Frashërit në Iran, por Iranit i interesonte Shqipëria, Kosova,
Maqedonia dhe Bosnia, nga që këto janë vende me shumicë myslimane dhe Irani si një fuqi islamike do që t'i qëndroj afër myslimanëve dhe t'i ndihmoj. Sigur i ndihmoi fjala bie bosnjakët gjatë luftës në Jugosllavi, kur Irani theu embargon dhe fal Iranit bosnjakët mbjetuan dhe i dhanë fund gjenocidit serb, se ishte Irani që në atë kohë sfidoi edhe Amerikën dhe theu embargo në armëve dhe dërgoi armë dhe mujahidin në Bosnjë dhe lejoi që Sarajeva të kthehet sikur Srebrenica. Pra Irani nuk ishte interes që ti shkatronte marrëdhëniet me Shqipërinë. Por ç'a ndodhi është që me ardhjen e mujahidinëve në 2017 kur këta filluan që ndërtuan kampin e Manzës, që e bën shtet brenda shtetit, Mossad izraelit u fut në një lojë shumë agresive në Shqipëri duke përdorur mujahidinët për të krijuar provokime dhe incidente kundër Iranit. Unë e kam përmendur në këtë emisionin tënd edhe atë që mujahidinët planifikuan që të bënin në fillim të vitit 2018, ku mua më tha një person nga Londra, me emrin Masud Khodabande, të cilin mujahidinët e sulmojnë, e akuzojnë për agent iranian, ndërsa iranianët akuzojnë për agent të MI6-it britanik, ku ai më mori në telefon, më tha, Olsi, ta mujahidinët kanë plan që do bëjnë një car bomb në mes të Tiranës, do bëjnë një shpërthim. Mariam Raxhavi në atë kohë kishte një zyrë sekrete te Hotel Tirana 15 Kaçi, aty pas ka një domethënë sigur më tha atëherë pas ka patur një dhomë sigurie të lartë ku ajo në bashkëpunim me Mossadin izraelit po bënte plane për të bërë një sulm terrorist i cili do i faturojë Iranit, sepse atëherë ishte presidenca e parë e Trumpit dhe mujahidinët dhe Izraeli në atë kohë kontrollonin Trumpin nëpërmjet Mike Pence'it, që ishte zëvendës presidenti, Mike Pompeo, shefi i CIA, që ishte sekretari i shtetit, John Boltonin, që ishte këshilltari i sigurisë, dhe avokati personal i Trumpit, që ishte Rudy Giuliani. Dhe në atë kohë Meku i palloi mblek këta. Për shembull, John Bolton ka pranuar publikisht që ka marrë $180,000 nga mujahidinët. Ka ardhur 2 herë në Shqipëri ai, shkonte në Manës, ku shkonte edhe Grida Duma, Fatmir Mediu, Pandeli Majko, ky Edmond Spaho, e ca zara të tjerë, shkonin edhe ulërisnin aty, thonin do rozojmë Ullahët, do bëjmë xhihad, do bëjmë luftë. Dhe në atë kohë Izraeli nëpërmjet mujahidinëve krijoi një situatë aq të tensionuar dhe ata ç'a donin të bënin atëherë, donin të bënin të sulmin terrorist dhe t'ia faturonin Iranit. Kur ky Masudi në atë kohë mua më tregon këtë gjë, unë i thash urgjentisht duhet i bësh një letër të hapur gjitha mediave shqiptare, presidentit, kryeministrit, kreut të Shikut, etj. Dhe ky Masudi e bëri letrën. Asnjë media nuk e botoi se kishin frikë. Nuk e di në kam kopjet e asaj letre, por domethënë letra u qua presidentit e tjerë dhe i thanë që po bëhet plan për sulm terrorist që do t'i faturohet Iranit. Dhe këtë e bëri më fal, një minutë, dhe këtë e bëri Izraeli. Dhe ç'a donte Izraeli bënte me këtë? Se atëherë ishte koha kur Donald Trumpi grisi marrëveshjen nukleare që amerikanët kishin me Iranin, që e kishte bërë Obama, me urdhër të Netanyahut, por ai nuk po hynte në luftë, sepse Netanyahu po i bënte presion Trumpit që të hynte në luftë. Trumpi në presidencën e parë i ka bërë më shumë rezistencë Netanyahut se sa tani. Biles kur ishte pardje u takova me profesor Vali Nasr. Vali Nasr ka qenë këshilltar i Joe Bidenit, por edhe i Obamës, është profesor emeritus në Iranian-amerikane. A iranian-amerikane. Po, që kisha vënë foton, biles po mund e thuj këtij djalit se harrova emrin, që po mundin edhe ta nxjerrë foton ku jam me gjithë. Edhe domethënë Mandit, edhe ku isha me Vali Nasrin, fola edhe për punën e Mekut. Edhe po ja dërgoja Mandit. Ja Mandit e numri i punës. Dërgoja se s'ka se si futet Mandi, nuk është Izraeli që futet tek Netanyahu. Çfarë nuk është? Nuk është Izraeli që të futet
Nuk është izraelit që të futet te telefoni jot vlla. Nuk është agenti Mossadit. Si kanë dhënë Është akoma agenti akses të gjëra. Është agenti i tru Okay. podcastit. Okej. Edhe ja ta gjej foton e të çoj. Edhe dua të them që viti 2018 ishte vit ku Mossadi izraelit u mundua që ta përdori Shqipërinë për të kryer një incident terrorist, incident i cili më pas do t'i faturohej Iranit, dhe pse donte Izraeli që ta bënte këtë gjë, ta bënte këtë gjë që të bënte një fait accompli, apo të bënte një si quhet në shqip, një fakt që nuk i ikën dot, që dhe t'ja hidhnin t'ja hidhnin Trumpit përpara Surradit, edhe t'i thonin Trumpit ja ku e ke tani, Irani ka bërë sulm terrorist, edhe shko dhe godita. Edhe dëgjoj, mua nuk po më del ky mandi. Unë ta çova ty shpendoa, ja bën dot i forward. Po, patjetër. Okej. Edhe dua të them që se kishim fjalën te Irani, edhe pse Irani nuk kishte interes të prishte marrëdhëniet. Edhe dua të them që në atë kohë unë kam bërë edhe një shkrim për këtë dhe kam votuar se në atë kohë në 2018 Rama fton Benjamin Netanyahu në në Tiranë, se pasi mujahidinët ndërtuan shtetin e tyre mujahidin, ai donte që ta sillte Netanyahun, ku Netanyahu ti paguante pak a shumë bakshishin Ramës për atë që bëri me Mekun, në mënyrë që Rama të merrte fam botrore. Po atëherë Benjamin Netanyahu e kanceloi vizitën e tij në Shqipëri, e kanceloi për dy arsye. Arsye e parë është se ai me sa duket kërkonte më shumë nga Rama, por Netanyahu në atë kohë bëri një deklaratë publike për mediat izraelite, tha po e kanceloi tha vizitën në Shqipëri, sepse aty është akoma ambasada iraniane dhe ka element iranian që më kërcënojnë. Faktikisht ç'a ndodhi kur Netanyahu u shpall nëpër media që do vinte Netanyahu, më duket në nëntor të 2018-s, ne u bëm një grup shumë i madh qytetarë shqiptar, palestinezë e tjerë që do bënin protestë masive. Do e prisnim Netanyahun me protesta në Tiranë. Edhe me sa duket kjo e trëmbi Mossadin, por Netanyahu që atëherë i kërkoi Ramës dhe i tha unë nuk vi në Shqipëri tha për sa kohë që të kesh ambasadë iraniane. Dhe Rama në gjithë këto vite çfarë bëri, përveç se dëbonte diplomat iranian me supozime që bënte Meku, që thoshte o janë agent iranian, jo na kanë ardhur do na vrazin, ai i uli marrëdhënie diplomatike iraniane dhe nuk lejonte ambasadori iranian që të vinte në Shqipëri. Ka patur vetëm kështu charge d'affaires. Dhe u prit viti 2022 që Rama t'i shkatroi marrëdhëniet e mirë me Iranin, dhe kur ndodhi ky sulmi kibernetik që Rama ja faturoi Iranit, por Irani zyrtarisht e ka refuzuar një gjë të tillë, Rama e përdori këtë, domethënë si flet lavdrimi para izraelitëve, dhe Rama domethënë sikur edhe një roje katuni nga Izraeli të takoj, gjë e parë i thotë ne jemi në luftë me Iranin, thotë jemi aleatë tuaj, kemi dërbuar ambasadën izraelite. Bilës po më tregonte një shqiptar nga këta shqiptarët e Izraelit, e takova kur isha në Shqipëri, e po më thoshte që Rama është aq i dëshpëruar që të gjejë mbështetje izraelite, saqë sa herë vjen në Izrael, kë nuk takon, lulluj hajduti, lulluj vagabondi, lulluj mashtruesi, domethënë, edhe vetëm që i thotë më rregulloni mua, më bëni më të famshëm këtu me izraelitët. Se domethënë si hajdut ordiner që është, Rama domethënë është i dëshpëruar që të ketë mbështetjen e Izraelit, bilas nëse ndoqe fjalimin që ky mbajti te kjo, domethënë shive është bërë këtu në Tiranë me lekë të shqiptarëve, janë thritur disa shoqata leshi izraelite, ca karakurva e ca hajdutur nga Bashkimi Sovjetik, është bërë gjithë kjo konferencë e madhe, domethënë sikur Shqipëria ka atë mbështetjen e Izraelit. Edhe në fjalimin që mbajti Rama para pak orësh në Tiranë, thoshte jo ne jemi në luftë me Iranin, Irani na ka sulmuar, kemi marrë mujahidinët, e ndër të tjera thoshte jemi ne, thoshte, Emiratet Arabe thoshte, edhe Izraeli thoshte që po përballemi me Iranin. Se Rama domethënë luan pak a shumë atë Don Kishotin në burr,
ashtu sikur Don Kishoti sulmonte mullit e erës, edhe Ramos i duket vetja sikur pas Izraelit dhe Emirateve Arabe, në këtë dynja qëndron Arnautistani, i cili po ja bën 8-2 Iranit. Por dua të them që Irani nuk kishte interes të sulmonte Shqipërinë. Domethënë nga sulmet kibernetike Irani humbi. Iranit ju pre aksesi me myslimanët në Ballkan. Dhe jo vetëm kaq, por si duket me urdhrat e Izraelit apo edhe amerikanëve, iranianëve nuk i lejohet hyrja as në Kosovë as në Maqedoni. Unë di shumë raste edhe iranian që jetojnë në diasporë, iraniano kanadez, iraniano gjerman etj, që në qoftë se ata hynë në aeroportin e Prishtinës, por edhe të Tiranës, momentin e parë që policia shikon për shembull vend lindja Teheran apo ndonjë vend i Iranit, ata i dëbojnë. Po, ky është profesori Vali Nasr, me të cilin isha pardje. Tani mujahidinët kur ta shohin këtë foto do thonë, e rekrutuan iranianët, thonë. Do dalin kështu do i çojnë gjithë mediave foto. E do i thonë ky Orsi Azedjiu nga Garda Revolucionare i ka çuar Garda Revolucionare këtë profesorin në Kuala Lumpur edhe e rekrutoi ai. Por dua të përmend diçka meqense jemi te mujahidinët, nëse më ke parë, kam bërë një video javën e kaluar me Gjergj Thanasin, duke analizuar këto faqet e mujahidinëve, kam kuptuar me gjithë Gjergj Thanasin që Meku pas ka ndërtuar një rrjet shumë të gjerë spionazhi në Shqipëri. Se mujahidinët janë të budallëj, edhe i botojnë vetë ato gjërat që bëjnë. Pas këtyre sulmeve mediatike që kanë ndodhur në javët e fundit kundër Mekut, ku u përplasën me ata fëmijët e ca shkollave në Tiranë, Meku ka filluar të botoj video tani dhe tregon se si në kampin e mujahidinëve hyn me qindra fshatar nga zonat e Manzës e tjerë, ku Meku çfarë bën? U jep gjë fukare, por japin thas me kështu me miell, me sheqer, me oriz këtyre katunarëve të zonës, edhe i thonë që do vini këtu edhe do brohorisni me neve, do thoni poshtë Irani rrofshin mujahidinët. Edhe përveç kësaj, Meku ka nxjerrë është një faqe që quhet Shqipërisë vëzhgon, kanë filluar i bëjnë intervista atyre punëtorëve që këta mbajnë me lek, kanë aty pastruesa, shoferë etj. Edhe dalin e thonë mujahidinët janë të mirë, ata na paguajnë 10 apo 15.000 lekë për 3 orë punë, edhe jemi të kënaqur. Dhe me sa unë kuptoj, mujahidinët kanë rekrutuar edhe kryepleqt e fshatrave po rreth Manzës, të cilët i kanë kthyer në informator të tyre. Domethënë nga burimet mia në Shqipëri kam mësuar që i kanë dhënë foton e një gazetari, ja përmenda emrin po s'po e përmend më, ku i kanë dhënë foto dhe mujahidinët i kanë dhënë edhe numrat e kontaktit të kampit të Mekut, e i thonë që po e pat juve këtë personi, duhet na njoftoni neve. Domethënë çfarë po ndodh në Shqipëri është që Meku ka krijuar një rrjet spionazhi por rreth Manzës, agjenture, por në të njëjtën kohë është duke rekrutuar edhe fukarej, është duke rekrutuar fëmijë të vegjël, të cilët bëjnë kështu hartime, bëjnë poema, i thonë bëj një poem që Meku do urdhëron? Ke dokumente, ke dhëna serioze? Po, ja pritja ta ndaj linkun me ju dhe ju ta ndani me atë mantin. Është një faqe quhet Shqipërisë vëzhgues. Edhe biles tek ajo video që po nuk ja kam s'po ja gjej numrin mandit për ne. Po më pati mandi thuj mandi që më çoj një mesazh. Po ta çoj ty edhe ti jepja mandit. Edhe kjo faqja këtu domethënë, që është faqe mujahidinësh, e tregojnë nxjerrin shumë katunar, për shembull kanë nxjerrë një katunar nga fshati Radh me emrin Hysni Gjergji, një Shkëlqim Farruku. Gjejnë lloj-lloj katunarësh, domethënë i marrin dhe i nxjerrin dhe dalin këta thonë mujahidinët janë burra të mirë, mujahidinët do shlirojnë Iranin. Pak a shumë domethënë atë që bënte Imam Genci Balla me Bujar Hysën, nëse i mban mend këta që bënin thirrje për xhihad në vitin 2011-12 që thonin do shkojmë në Siri,
do shlirojmë Sirinë dhe antiterrori ka futi gjithë në burg si terrorist. Po këta, do më thënë që thonë do bëjmë luftë me Iranin, këta katunarët e Manzës dhe këtyre katuneve tjera, këta nuk i fut në burg antiterrori dhe duke shkelur kushtetutën dhe kodin penal të Shqipërisë, i cili nuk lejon agjentura, nuk lejon organizma paralele sigurie me Shqipërinë, mujahidinët kanë krijuar rrjetin e tyre me spion në Shqipëri, po rekrutojnë në masë shqiptar, edhe nuk e di pse po i rekrutojnë gjitha veta. Pse unë di për shembull që kanë rekrutuar gazetar, nuk e di a japin lek apo sa lek japin, po disa nga këta që kanë nxjerrë Meku në video në faqen e vet, këta thonë na pagun Meku nga 10 deri në 15.000 lek për 3 apo 4 orë punë. Biles kur po i dëgjoja këto video me Gjergji Thanasin, i thash, Gjergji i thash tani që s'na pagun Iran, i thash, është bë keq për lek, i thash hajde shkojmë ne te kampi Manzës. Se s'është keq, i thash 3 orë punë, 15.000 lek, nuk është keq. Domethënë që po ti fusnja 8 orë punën e kapsha i 30, që 1 milion lek muj, nuk është keq. Allah bim bereqavërsen. Po dua të them që për te isha kasë është. Ço do bëni atë? Ço bëhet aty? Si? Ço Ku bëhet dëgjoj, aty? po do më thënë. Pse po ti ka shku me ne për ndaj puna? Tash vëlla, të gjithë po marrin lekë, po pse ne çaj themi, nuk i themi dot bukës bukë. Po më e forta është që Meku brenda kampit pas ka ndërtuar edhe një xhami, po këta janë shiit, se katonarët e shqipnisë mesme janë suni. Edhe po marrin fëmijë të vegjël, i marrin i çojnë aty në xhami, i japin lek. Unë kam frikë se do t'i rekrutojnë, do t'i bëjnë kamikaze, por do t'i çojnë në Iran, t'i hedhin erë, atë që bënte Abu Bakr al-Baghdadi, apo atë që bënte ky apo Muhammed al-Gjulani, që merrnin budallëk kosovarë dhe shqiptar, i rekrutonin, i trushplanin, i thonin do hysh në xhenet, po hike të vrasësh këta krishterët apo alevitët e kësaj zone, i vishin. Si mund ta besosh këtë Marol? Ta them sinqerisht. Çfarë besoj? Si mund të besosh një hoç ose një prift, një kler që të thotë yk vritat e tjetrin se do të shkoj shpirtin parajs. Hajde bëjmë çik psikoanalistësh. Sa idiot duhet të jesh vëlla që ta besosh? Dgjoj, po të shohësh këto organizata terroriste, personat që rekrutojnë janë budallëk, domethënë se intelektualët ti nuk i rekruton dot. Dhe po të shohësh edhe shumë nga këta që shkuan dhe përfunduan në Siri dhe u bën kamikaz, ishin ignorant, ishin njerëz pa shkollë. Se domethënë personi që lexon, personi që mbaron një universitet, personi që e bredh botën, atë nuk e manipulon dot. Por po të shikosh historinë e këtyre organizatave terroriste, ta shkojnë me njerëz kod, por gjejnë kështu njerëz kod, domethënë njerëz pa shkollë, njerëz që hajnë nëpër plera, njerëz fakirë, por njerëz të humbur, i mbajnë me buk, i thonë, shqipe thonë, unë do të mbaj me buk, do vish, do më digjosh mua çfarë them unë ty, unë jam njeri i shenjtë se jam i dërguar nga Zoti, edhe i thonë që Olsi Azexhiu është armiku i ynë, edhe po e vrave do shkosh në parajs. Gjim budallë. Domethënë, këto organizata terroriste kanë forma shumë të sofistikuara manipulimi. Edhe këto nuk i kanë vetëm këto, po i kanë edhe këto sektet e krishtera, këta evangelistët, dëshmitarët. Domethënë, unë për shembull mbaj mend në vitet 90, kur në Shqipëria atëherë u pushtua nga këto organizatat evangeliste, dhe kjo ishte koha kur edhe rekrutuan Erion Velin, po ka patur shumë shok Erioni, sidomos në kombinat, edhe mbaj mend atëherë vinin këta rednexët, këta evangelistët, edhe neve thonin jemi me shpirtin e shenjtë, edhe na ka hyrë shpirti i shenjtë. Edhe dilshin kështu me sturma dhe dridheshin. Jesus, thonin, kupton? Edhe ka njerëz që janë ignorant dhe thonin pas ka hyrë shejtonia, ku dëgjon, i ka hyrë shpirti i shenjtë në bark. Edhe ka, domethënë këta gjë, edhe ka patur shumë idiotë, por biles në vitet 90 Shqipëria ka qenë nga vendet më fantastike të këtyre sekteve mileniariste. Për shembull, më mendu në kombinat ishte doli njoni, ai e kishte emrin Laver, por e thrisnin Dilaver, e shpalli veten e tij pejgamber, profet. Edhe e ka pat shtëpinë, nëse njeh kombinatin, anti nga janë ato parafabrikatet, edhe i shkojnë ta shoh këtë njerëz, them çfarë ti mori thamë? Unë tha
quhem Lavertha, po më quajnë Di Lavertha, edhe unë jam bërë pejgambertha, ja Allahut tha. Edhe aty te shtëpia vet kishte vënca kështu qylyme jeshile e njësi tabut, ja tha këtu tha më vjen Allahu tha nato tha. Kupton? Kishte njerëz që besonin. Ose ka qenë ajo shën Eleonora, nuk e di ne e ke njohur. Ishte njëra që e shpalli. Po. Ajo e shpalli veten zonja e shpalli veten zonja e shpirtit, thoshte mua, thoshte më vjen Allahu nato, thoshte, edhe unë bëj mrekullira, thoshte, edhe i shëroj njerëzit. Edhe shkonin lloj ignorant. Domethënë unë e maj mend atëherë në vitet 2000 bëhen nomi me Leonorën. Po unë Leonorën e kam njohur në kombinat që në kohë të komunizmit kur punonte në kombinatin e tekstileve. Me një fjalë se gjunop se ka vdekë shkreta. Po domethënë gjeti idiot, domethënë se ka shumë, domethënë këto sektet, edhe një gjë domethënë që Meku më urren mua shumë, është sepse unë tregoj që këta janë kult. Dhe mujahidinët këta, imagjino, në këtë kampin e Manzës, ka patur në një moment... Mos i mbyll syt shumë vëlla se mendoj se ti shpirti shenjtë. E kupton, në këtë kampin e Manzës ka patur në një moment 3000 antar, tani besoj do të jenë rreth 2500, njerëz që këta mujahidinët i kanë marrë nga Irani që në vitet 80-90, i mbajnë mbyllur brenda, nuk i lejojnë që të shohin televizor, nuk i lejojnë që të kenë smartphone, nuk i lejojnë që të flasin me familjet e tyre, nuk i lejojnë që të bëjnë seks edhe të martohen, se domethënë po bën seks ta i rrafin aty në kampin e tyre, edhe imagjinon të jetosh prej 30 vitesh jetojnë kështu me disiplinë ushtarake, ku burrat jetojnë më vete, gratë jetojnë vete, dhe kjo kryetarja e kultit mujahidin, kjo Mariam Rajavi, kjo femra që del me Ferexhe, kjo i thot këtyre unë jam zëdhënësja e Imam Mehdiut. Kurse për burrin e vet të dytë që ja vran amerikanët Masud Rajavin, thot ai është Imam Mehdiu. Edhe ai dilte këtyre ignorantëve se ti shohësh shumica e këtyre iranianëve që janë aty në kampin e Manzës janë fshatarë, por i kanë marrë nga Irani, i kanë gënjur. I kanë marrë që kur këta ishin në Irak, i thonin që hajde nisi do t'ju çojmë neve në Gjermani edhe në Francë. I kanë marrë, i kanë futur aty brenda, i kanë tru shplar, edhe këta nuk shohin as i lajm as i gjë. Këta nuk dinë as i gjë. Unë kam njohur një djalë me emrin Hasan Herani, të cilin Meku me ndihmën e Sandor Lleshit edhe Edi Ramos e futën burge, persekutuan dhe dëbuan nga Shqipëria, tani është në Greqi, ka jetën e vet. Edhe ky më tregonte mua, Orsi thoshte kur kam qenë aty në kamp, neve nuk na lejonin që as të lexonim libra. Domethënë aty s'lejohen asgjë, i trushplajnë. Po unë tha kur isha në kamp, tha gjeta në internet se ky ishte pjesë e kësaj ushtrisë kibernetike që ka Meku, njerëz që rrinë në Twitter edhe sulmojnë qeverinë e Iranit edhe manipulojnë opinionin publik etj etj. Edhe më thot kur isha në internet, thot në Twitter gjeta një libër, thot Ferma e Kafshëve e George Orwellit. Edhe këtë librin thot e downloadova nga interneti, se nuk e di se si kishte gjetur një smartphone, edhe e lexoja tha kur isha aty në kamp. Edhe kur e lexova këtë librin tha u mahnita. Po i thashë si e lexoj ti këtë librin, tha se këtyre nuk lejon që të mbajnë smartphone, mbaja smartphone-in tha poshtë dyshekut, edhe kur se këta flinë për kapanone, burrat veç, gratë veç, edhe kur shkoja të flija natën tha, e lexoja kështu tha, vija batanien mbi kokë tha, edhe lexoja këtë librin tha, edhe aty tha më mbush mendja tha që unë duhet të ikim nga këta se këta njerëz të çmend. Domethënë brenda kampit të Mekut është një kështu një science fiction. Domethënë nëse i ke parë janë ca filma kështu me science fiction, sigur nuk e di në ke parë është një film The Island, Ishulli, ku njerëzit merreshin, prodhoheshin gjenetikisht, mbylleshin në një hapësirë dhe i thonin natyrës që s'ka botë, bota është shkatruar, jetoni vetëm juve këtu dhe po sollot mirë do t'ju çojmë neve në një ishull. Dhe edhe këta mujahidinët jetojnë në një kështu, në një botë surreale, në një botë këta nuk e dinë ç'a bëhet. Këtyre domethënë me çunaj femër, këta nuk dinë si të sillen me panaj gostre. Se s'kan pa femra, por këta shohin vetëm këto plagat. Por edhe këto plagat nuk i shohin vetëm në distancë. Edhe përveç kësaj kanë edhe një tradit konfesioni. Këta çdo mbasdite mblidhen rreth njëri tjetrit edhe fillojnë konfesojnë për mëkatet që kanë bërë. Edhe duhet thonë për shembull, unë kam bërë mëkat sepse më ka shkuar në mendje që të flas me nënën time. Po nëna ime është terroriste e Iranit dhe unë shoh
pendohem që kam menduar që të flas me nënën time. Edhe i vinë këta komandantë i thonë maskara, thonë si e ke tradhtuar ti luftën tonë, pse kështu është mujahidini, i bëjnë lavashtruni, janë të papar. Shko. Unë mendoj që po bëhet një lloj përplasje aq bastarde, sa nuk po merret më vesh ku fillon viktimizimi dhe ku mbaron viktimizimi dhe ku fillon agjentura valla. Sepse ti e di bindjen time, këta janë viktima, se të cilit, më thënë, viktimat e kujt, hajde diskutojmë edhe hajde përleshemi me ide bashk, sa herë të duash ti, ku të duash ti, po nuk e se zgjidhim gjë. Unë mendoj se si viktime perëndimit, si viktime iraniane, këta janë disa viktima të cilët janë disa kavje, të futur në kushte laboratorike, dhe janë tabula rasa, të cilët e kanë të pashmangshme këtë lloj sjellje, për të vetmen arsye se kjo sjellje është e bazuar në trajtimin e tyre. Trajtimi i tyre është kafshëror vëlla, është izolues. Pra, të heqësh të drejtën dhe për të lexuar. Është të mërshme. Ne nuk jemi në shekullin e 14. Po jo vetëm për lexuar, po këta nuk i lën të dalin nga kampi. A diti domethënë ky kampi mujahidin ruhet me polici, ka tre polici që ruajnë. Njëra është policia mujahidine, ti po duar si antar i mekut, duar që dalësh jashtë kapin të arrestojnë, kanë dhoma që i kanë burgjet, mbyllin aty mbrenda, lëjnë pa bukë etj. Dy është policia private shqiptare që është me armë, që rrethon kampin, dhe tre është policia shqiptare antiterrori. Dhe ti nuk del, ai ky është burg valla, është sigur burgu i Peshinit të burg. Domethënë ti nuk del dot, janë burgat. Ata që dalin janë vetëm ata që janë besnik të partisë, njerëz të trushplar, dhe edhe kur dalin me mision. Po dëgjoj, kush përfiton nga këta? Përfiton Izraeli. Domethënë unë me këtë profesorin amerikan që isha, e hapa muhabetin e këtyre, i thashun se mua më ka bërë përshtypje se administrata e parë Trump, këta i mbështeti shumë. E dyta e Trumpit nuk i mbështet më këta. Domethënë të paktën publikisht mbështet të Reza Pahlavin. Edhe i thashun ore çfarë po ndodh? Jo më tha, edhe këta i mbështesin ta, po mos shikota se çfarë thon mediat. Po i thashun se këta kanë një buxhet të papar. Domethënë këta kanë një buxhet minimumi vetëm për antarët që kanë 2 milion euro në muaj. Mos fusin këtu organizimet masive etj që bëjnë këta. Domethënë këta besoj unë që duhet të kenë një buxhet vjetor diku te $30 milion. I thashun ku i gjen këta gjithë to lekët tash? Se imagjinon të mbash ti, se këta nuk punojnë, me çfarë bëjnë lekët? Domethënë këtyre u vinë lekët nga jashtë. Dhe po i thoja këtij, kush i mban me lekët? Ai më tha Izraeli. Po i thashun Izraeli, nuk të jep lekët. Po unë besoj që janë Emiratet Arabe, po prapë tha Izraeli është i mban. Dhe pse i duhen këta Izraelit? Këta i duhen sepse duhet kuptosh diçka, që terroristët janë këmbësoria e zionizmit. Po shikosh historinë e lindjes mesme. Sa e bukur kjo, si ishte edhe një herë? Terroristët janë këmbësoria e zionizmit, se kisha thënë, pëlqen shumë metaforë. Po çovësh për shembull kur u vra Gaddafi në Libi. Kush e vrau Gaddafin? Nuk e vrau Izraeli. NATO e bombardonte nga qielli, po për ta vrarë e vran terroristët vehabit të Misratës. Në Siri, kush e luftonte qeverinë siriane? Kush i hidhte njerëzit në erë? Qeverinë e Irakut, kush i hidhte njerëzit në erë? Nuk i hidhte Izraeli. I hidhshin terroristët. Dhe kush ishin terroristët? Ishin shqiptar, kosovar, maqedonsa, bosnjak, turq, dhe budallëqë që ua kishin trushplar trurin, i thonin që ky që është tani në Siri, që është hapur agjenti i Izraelit, i thonin ky është e miri juaj, ky do t'ju çojë juve në xhenet, i thonin duhet ta vrisnin çik Olsin sepse Olsi është armik i Islamit. Visheshin me dinamit dhe futeshin në xhami, sikur vran myftiun e madh të Sirisë, Seid Ramadan Muhamed Butin, i cili ishte në xhami duke lexuar Kur'an, i quan njonin nga këta ignorantët, besoj ka qenë shqiptar apo kosovar, vrau qindra veta në mes të xhamisë, vrau edhe
Mufti Ramadan El-Butin. Dhe domethënë terroristët i shërbejnë Izraelit, sepse domethënë dëgjoj, kur Izraeli do me vrap dikën sikur Muammar al-Gaddafi, që ka qenë nga kampionët e majtizmit, e anti-imperializmit, e islamizmit në botën arabe. Po çka ta vrasi Izraeli, ai bëhet hero? E çaj bëjnë? I çojnë këta terroristët, këta vehabistët, thonë ky është Shapira, është armiku i Allahut, etj. Ky lideri suprem i Iranit, Khamenei, që e vrau Izraelin datën 28 shkurt, më herët i ka vënë bombë Meku. Nëse e ke pa të parë atë, ai dorën e djathtë e ka patur të paralizuar nga që mujahidinët e kanë hedhur ner. Dhe shumë vrasje që bëhen në Iran, bëhen nga këta. Sepse këtyre i thonë që në Iran shteti është terrorist, nëna baba jote është terroriste dhe shërben për mullahët dhe janë agjentët e mullahëve. Mullahët janë armiqt e zonjës son të shenjtë që është kjo Mariam Rajavi, edhe po duash të përfundosh në Parajs, na u bin neve, nga Shqipëria ne do të çojmë në Irak, nga Iraku do të çojmë në Kurdistanin e Irakut, do të fusim në Iran, do të çojmë ku e ka shtëpinë Olsi, do hedhësh vetën ner. Edhe kështu është që Izraeli fiton. Domethënë se Izraeli përdor këta budallëit. Terroristët janë ushtria e Izraelit, por këta nuk e kuptojnë që janë ushtria e Izraelit. Këta kujtojnë se janë duke bërë luftë shenjtë për Allahun. Shikoj, ka ndodhur një përplasje tani midis Iranit dhe Emiratet e Bashkuara. Dhe Emiratet e Bashkuara po ashtu kanë dalë edhe nga OPEC-u. Kanë bërë kërkesë për largim nga OPEC. Si e shpjegon këtë vëlla? Domethënë pse erdhi kjo përplasje midis Emirateve të Bashkuara dhe Iranit në këtë pikë luftës? Kur vetë Trumpi është duke deklaruar që armpushimi edhe mund të zgjasë. Tani pse ka ndodhur? Ka ndodhur për shumë arsye. E para, Iranianët e kuptuan gjatë luftës 40 ditore që sulmet që i vinin Iranit nuk i vinin nga Izraeli, po i vinin nga Emiratet Arabe. E dyta, vetmi vend arab që Izraeli mbrojti gjatë luftës 40 ditore, që çoi ushtrinë izraelite në Dubai dhe në Abu Dhabi dhe çoi Iron Dome-in, janë Emiratet Arabe. Dhe po të shohësh mediat iraniane, ato nuk i quajnë Emiratet Arabe, po i quajnë Emiratet Zioniste. Dhe ky Mohammed bin Zayedi, ky diktatori i Emirateve, ky është pak a shumë sigur Edi Rama. Ja ka hapur vendin totalisht Izraelit dhe është kthyer pak a shumë në një kamikaz pro-izraelit. Dhe iranianët biles edhe në këto përplasjet që kanë patur javën e kaluar me amerikanët, duhet përmendim këtu për shembull që në datën 5 maj presidenti Trump deklaroi projektin e lirisë, Project Freedom, ku amerikanët quan 3 luftanie në gjirin persik dhe donin që me dhunë të nxirnin cisternat e naftës që kanë ngelur në gjirin persik, ku iranianët ju kundërpërgjigjen duke i goditur me raketa dhe me dron këto luftanie, dhe si kundërpërgjigje amerikanët goditën portin e Bandar Abbasit, ishullin e Keshmit dhe instalacione ushtarake iraniane në gjirin persik. Dhe ç'a ndodhi është që iranianët kur ju përgjigjen sulmeve amerikane, goditën bazat amerikane, luftaniet amerikane dhe portin e Fujairahs, Dubait dhe Abu Dhabit. Nga që iranianët e kanë kuptuar që Emiratet Arabe nuk janë më një shtet arab, por janë një shtet zionist. Dalja e Emirateve nga OPEC-u është bërë e para nga dëshpërimi që po kanë Emiratet sepse ekonomia e tyre po shkatërrohet, ata po hynë në muajin e tretë që nuk po shesin naftë. Ata pasanikët edhe hajdutët që këndonin këngën Habibi come to Dubai, të gjithë janë larguar nga Dubai. Dhe real estate i Dubait po falimenton. Dhe
Iranianët tani kanë ardhur në konkluzion, Bilezgarda revolucionare iraniane njoftoi përpara 2 ditësh, i tha amerikanëve, në rast se ju do të na godisni cisternat tona, ne do të godasim gjithë bazat tuaja dhe do godasim edhe Emiratet Arabe. Nga që, domethënë, Irani e kuptoi që Emiratet Arabe janë armik i Islamit, i Iranit dhe i botës muslimane dhe i Palestinës. Dhe ata tani nga ky moment e tutje po e trajtojnë Emiratet Arabe ashtu sikur Izraeli trajton Gazën, sikur trajton Libanin dhe bregun perëndimor. Domethënë po të shohësh Izraeli çfarë bën sa herë gjuhet ndonjë raket nga Hizbullahi, Izraeli shkon dhe bombardon Beirutin. Dhe edhe iranianët tani domethënë kanë ardhur në këtë konkluzion, ashtu sikur po sillet Izraeli me Libanin, me Palestinën, ashtu do sillemi edhe neve me Emiratet Arabe. Dhe ky përbën një shqetësim shumë të madh për administratën Trump, nga që sot është data 12, është muaj, po jemi në mes të muajit të tretë, dhe këto Emiratet Zioniste Arabe, Kuwaiti, Bahreini, nuk po shesin asnjë fije naftë. I vetmi vend që po shet naftë në këtë moment është Arabia Saudite nëpërmjet detit të Kuq, dhe që përpara një jave Irani ka shpallur që edhe porti Fuxeiras, i cili ishte porti i Emirateve Arabe me akses në gjirin e Omanit, që domethënë e anashkalonte ngushticën e Hormuzit, edhe atë e kanë mbyllur, dhe kjo po krijon një krizë shumë të madhe. Domethënë, amerikanët, Trumpi me kokforcinë e tij po mundohet që t'i detyroj iranianët që të kapitulojnë. Në anën tjetër, iranianët i kërkojnë Trumpit që të kapitulojë, dhe në këto momente kemi në një urdhra. Në kohë krize, Olsi, pse duhet dalësh miku im nga OPEC-u? Nga një organizim se harrova të ta them. Tani dalja nga OPEC-u është grusht kundër Arabisë Saudite, por edhe Iranit. Pse është grusht? Sepse që kur është themeluar OPEC-u në vitet 70, OPEC-u u themelua në mënyrë që të kontrollonte çmimin e naftës, që amerikanët mos të manipulonin tregjet duke i bërë arabët që të prodhonin naftë pa limit, se nuk fitonin lek. Tani pas luftës 40 ditore, ku Emiratet janë shumë të dëshpëruara, Emiratet janë bashkuar totalisht Izraeli, domethënë Emiratet janë bërë sikur regjimi i Tiranës. Dhe Izraeli, se për Izraelin armik nuk është vetëm Irani, armik është edhe Arabia Saudite. Nëse ke parë atë hartën e errët Izrael apo Izraelit të madh, në teologjinë izraelite ata duhet ta pushtojnë Arabinë Saudite deri në Medinë. Dhe ky princi i kurorës Arabisë Saudite, Muhammed bin Selmani, e ka kuptuar këtë gjë dhe me insistim refuzon që t'i bashkohet akordeve abrahamike. Një muaj ishte edhe një vit. Po më dëgjon? Tani po, se u shkputem për një moment. Okej. Ishte edhe një video Donald Trumpit ku tani thoshte ka ardhur Muhamedi, thoshte që Muhammed bin Selmani do t'i bashkohet akordeve abrahamike dhe do më puthi bythën mua, nëse ke parë ato videon, që po edhe meme. Sepse Trumpi është duke i bërë shumë presion Arabisë Saudite që t'i bashkohet akordeve abrahamike, por Arabia Saudite nuk i bashkohet, për sa kohë Izraeli ka planet e tija ekspansioniste. Sauditët i kanë thënë Amerikanëve, ne nuk kemi problem vendosim marrëdhënie me Izraelin, por Izraeli duhet njohë Palestinën, që Izraeli nuk do ta bëjë këtë gjë. Dhe tani pse dalin Emiratet nga OPEC-u? Emiratet dalin për dy arsye. Një, naftan e Emirateve do ta shesin izraelitët. Dy, ata duan që Abu Dhabi të prodhojë sa më shumë naftë në mënyrë që të ulet çmimi i naftës dhe të shkatërrohet Arabia Saudite. Sepse Arabia Saudite përfiton kur nafta është e shtrenjtë. Dhe me këtë domethënë këta po minojnë këtë unitetin që kanë patur këto shtetet beduine të xhirit persik deri tani, ku nëpërmjet OPEC-ut, ne jemi me Amerikën, por duam ta kontrollojmë pak prodhimin edhe çmimin. Tani këta izraelitët duan që ta shkatërrojnë fare tregun,
Dhe me këtë rast duan të godasin Arabinë Saudite, sepse ata duan, përveç Iranit, ata duan të shohin edhe shkatrimin ekonomik të Arabisë Saudite, edhe në anën tjetër Emiratet janë zari i tyre dhe do bëjnë çfarëdo që ata t'i thonë. Pra, ti e shikon të rrezikshme për Emiratet e Bashkuara këtë lloj lufte me Iranin? Pra e shikon për statusin e tyre në linjën e mes? Shumë të rrezikshme dhe në qoftë se kjo luftë e ftohtë, se në këto momente domethënë edhe pse Trumpi i provokon her pas here iranianët dhe iranianët i godasin edhe ata i godasin mbrapsht, Trumpi ka frikë që të hyjë në luftë me Iranin, nga që Trumpi e pa që gjatë luftës 40 ditore, Irani goditi të gjitha bazat edhe çfarë gjente luftanie dhe në veçanti shkatroi Izraelin dhe pjesë të mira të Emirateve Arabe. Dhe Trumpi ka frikë që të nisi një luftë të re me Iranin, nga që Irani ka treguar që ka boll, raketa edhe dron që të nisi procesin e djegjes së lindjes mesme. Dhe Trumpi në këto momente ka vendosur që të bëj luftën e embargos, domethënë juve nuk lejoni që dali nafta nga gjiri persik, i thot iranianëve, dhe ne nuk ju lejojmë juve që të qisni naftë. Por ndërsa iranianët e përballojnë një luftë të zgjatur embargoje, sikur ka treguar edhe një raport i CIA-s që Irani mund ta mbajë me muaj këtë embargo, nuk e ka problem. Në anën tjetër, këto vendet e gjirit nuk e përballin dot embargo, nuk e di në ke qenë ndonjëherë në Dubai apo në Riyadh apo në Katar. Do vete shumë shpejt në Dubai të Oman. Tani po ti është në këto vende do shohësh që këto vende janë kot, këto janë shkretë të tjerë, domethënë kur shkon në Dubai apo kur shkon në Arabi Saudite, zëre se ke shkuar në planetin Mars. Dhe këto vende ekzistojnë vetëm fal teknologjisë, domethënë kondicionerit, makinës dhe ndërtesave moderne. Dhe problemi është që këto vende, nëse vazhdon kjo luftë embargosh ndërmjet Iranit dhe Amerikës, këto do zhduken, do shkatrohen, sepse ti domethënë nuk e mban dot gjithatë investim masiv në energji, në dekripërimin e ujit për të mbajtur qytetet moderne sikur janë Abu Dhabi, Dubai, Doha etj. Dhe këto vende duke mos shitur naftë, këto nuk do kenë më lek që të mbajnë gjithë këtë mega industri ajri të kondicionuar, energjie elektrike, pagesash që duhet bëjnë për këta punëtorët e huaj etj. Në këto momente këto vendet e gjirit kanë po marrin borxhe nga amerikanët, po problemi është sa kohë këto borxhe do të mjaftojnë për të mbajtur ekonominë super luksoze të këtyre vendeve. Se duhet të kuptojmë diçka. Iranianët, nëse ke vizituar ndonjëherë Iranin, Irani është sigur me shkuar, çfarë them ty, sigur me shkuar në Tepelen. Janë popull që jetojnë me natyrën e tyre. Dhe qeveria iraniane nuk e ka mësuar popullin keq, sigur janë mësuar sauditët apo emiratasit. Sauditët dhe emiratasit nuk jetojnë dot pa Pepsi, pa McDonald's, edhe pa parë këto MCN edhe këto televizionet amerikane dhe pa bredhur me xhipa amerikan. Kurse iranianët mbjetojnë, nga që në Iran natyra është sikur në Shqipëri, ata nuk kanë nevojë, domethënë Irani, qytetet iraniane nuk janë kështu fake cities, nuk janë qytete të krijuar fal petrodollarëve dhe që ekzistenca aty është e gjitha artificiale. E dua të them që për iranianët kjo luftë sado që të zjasi është e mirë, biles iranianët duan që sa më shumë të zjasi kjo lufta e sanksioneve me amerikanët, nga që iranianët shpresojnë që nëse kjo lloj krize do vazhdojë dhe amerikanët nuk do e hapin detin e Omanit për ata shpresojnë që do krijohet një krizë shumë e madhe në SBA dhe në zgjedhjet e nëntorit të këtij viti demokratët do fitojnë, dhe kur demokratët fitojnë, të cilët e urrejnë Trumpin më shumë se sa iranianët, ata e duan Trumpin ta shohin të pjekur. Trumpi do bëhet ajo që quhet impeachment, do largohet dhe mund ta fusin edhe në burg. Pra ti mendon që ti vendosin pikat mbi i vlla?
Ti mendon se Trumpi përpos faktit që ka humbur luftën ose po e humb luftën, ka për të humbur edhe atë për cilën luftoi ai shumë, për të ngelur një histori si në Mount Rushmore. Pra do jetë një që do t'i bëhet impeachment. Problemi është që Trumpi ka bërë shumë armiq. Domethënë Trumpi nuk është se urrejnë vetëm iranianët. Trumpin e urrejnë evropianët, e urrejnë demokratët dhe kokën e Trumpit e duan shumë veta. Dhe iranianët e kanë kuptuar këtë gjë, biles edhe përpara kur ishte të premten e kaluar, javën e kaluar, por i dha afat deri të premten Trumpi, i çoi iranianëve disa pika, 14 pika domethënë për të bërë armë pushim, ku iranianët ju përgjigjen me pikat e tyre që i kërkuan që të ndaloj lufta në Liban, të hiqen sanksionet, Iranit t'i kthehen lekët që janë konfiskuar etj. Dhe Trumpi e refuzoi, nga që me sa kuptohet iranianët nuk duan që kenë armë pushim me amerikanët. Biles shumë analist, jo vetëm iranian, por edhe perëndimor, shumë prej tyre besojnë që Irani ka bërë gabim që pranoi armë pushimin me amerikanëve. Irani do të vazhdonte bombardimet e tija, nga që çfarë ka treguar kjo luftë 40 ditore është që për herë të parë që prej rënies së Bashkimit Sovjetik, më në fund doli një fuqi e cila mundi që të ndaloj fuqinë amerikane. Dhe po të shikosh mediat amerikane që po i shikoja në ditët e fundit, ka sa artikuj, më duket se ishte edhe The New York Times, apo nuk e di, një nga këto gazetat e mëdha amerikane, që thoshte që Irani është kthyer fuqia e katërt, më e rëndësishme, më e fuqishme e globit. Në The Atlantic ishte një artikull me titull Shahmat në ngushticën e Hormuzit, nga që domethënë për herë të parë që kur ka rënë Bashkimi Sovjetik, amerikanët u ka dalë një fuqi që ata nuk kanë çfarë të bëjnë. Domethënë Irani e ka mbyllur ngushticën e Hormuzit, gjiri persik, i cili përpara datës 28 shkurt ishte një det që ndahej nga amerikanët dhe nga iranianët dhe arabët. Në këto momente gjiri persik është kthyer në një liçen iranian. Irani ka vënë traun te ngushtica e Hormuzit dhe thotë nuk ka për të hyrë asnjëri, dhe amerikanët nuk po bëjnë dot gjë. Javën e kaluar amerikanët çuan destroyer, çuan avion, por Irani të godet që nga bregu dhe ta zhyt anijen, edhe s'ke çfarë i bë. Domethënë ajo që i ka gjetur amerikanët sot me ngushticën e Hormuzit është pak a shumë ajo që i gjeti Churchillin dhe Britanin në luftën e parë botërore në luftën e Çanakkales apo Gallipolit. Domethënë edhe pse britanikët e francezët dërguan flotën e tyre për të marrë Dardanelet, ata dështuan, nga që turqit dhe gjermanët në frontet e luftës nga Winston Churchill, dhe dështimi në luftën e Gallipolit ishte dështimi më i madh i britanikëve në luftën e parë botërore, dhe ata thjesht nuk kishin çfarë të bënin turqëve, sepse turqit godisnin me topa që nga Gallipoli dhe nga Dardanelet, dhe zhyustin luftanijet franceze dhe britanike, dhe edhe kur francezët dhe britanikët zbarkuan në Gallipoli, turqit i grin me topa dhe me luftë. Dhe në këto momente ngushtica e Hormuzit është kthyer në një Gallipoli numër 2, dhe këta nuk kanë çfarë të bëjnë. Sepse është gjeografia, nuk e çfarë i bën gjeografisë. Domethënë, për Amerika të çojë një ushtar i kushton me miliona dollar, se ushtari do vi nga përtej oqeanit. Kurse iraniani është aty në katunin e vet, në shtëpinë e vet. I ka thënë Ayatollahi një dron edhe i thotë që kur të marrësh urdhër, do gjush me këtë dronin, do t'japim ne koordinatat edhe shko edhe ha 3 hana në shtëpi. Domethënë Iranit nuk i kushton gjë kjo luftë sa i kushton Amerikës. Pyetja ime e fundit për ty vëlla, është mendon se është vetëm Irani që e ka përballur Amerikën? Kur ka fituar Amerika luftë për herë të fundit? Vajte në Vietnam, vajte 28 vjet. E mposhtën Vietkongut vëlla. Në Vietnam ata dështuan
por në Irak ata fituan sepse e përmbysën Saddam Husseinin dhe pasi e panë që u përballën me atë rezistencën irakene, u tërhoqën dhe instaluan kukullat e tyre. Fituan në Libi, e rrëzuan Gaddafin dhe instaluan kukullat e tyre. Kishin një fitore spektakolare në Siri, ku Al-Qaida me këtë Ahmed Sharron apo Abu Muhammad al-Gjolanin rrëzuan Bashar al-Assadin. Dhe arsyeja pse Trumpi i pëlqeu apo u gënjye nga Netanyahu që të nisi luftën 40 ditore me Iranin, është se me gjithë këto fitore që këta patën, duke rrëzuar Libin, duke rrëzuar Irakun, duke rrëzuar Sirin, ta thanë hajde më se do ta rrëzojmë edhe Iranin, se domethënë për më tepër Trumpi i hypi vetëm qef se kur e pa se çfarë i bëri Maduros, ku populli nuk rezistoi fare në Venezuela dhe ushtria venezueliane e tradhtoi Maduron, shkoi e rrëmbeu Maduron, e ka futur në burg dhe rreth tani. Trumpi në gënjeu Netanyahu, domethënë i tha Netanyahu, tha çka ke marrë burr, tha shifë, tha ne po bëjmë nomin, por muhabeti që në Iran i ka ngelur sharra ngosht. Le të shpresojmë ti, Olçi, që të merren çik me Gozhdën, të merren çik me punimin e sharrës, se gjithë mendojnë se ditë ta përdorin sharrën, por shumë pak ditë ta përdorin. E di si është probleme. Unë uroj që mos të filloj, e di kush është frika ime më e madhe që t'i jap mbylljen vëlla. Paralelisht me luftën që para se të fillonte lufta në Ukrainë, që e qonin operacione speciale leshi preshi, na ndodhi Covidi vëlla. Më kupton? Po kishte që në 2014-ën Rusia që ka marrë Krimen, aneksoi Krimen. Nga 2014-ën, 2018-ën, 2019-ën prodhohet Covidin, 2020-ën, 100 vjet nga gripi spanjoll. Na plasi Rusi-Ukrainë pas Covidit. Tani plasi kjo lufta 40 ditore, armë pushim, na doli handa virusi. Se ky është probleme. Ne nuk po marrim vesh tani ku fillon agjenda nga fatkeqësia natyrore. Të them vetëm një fakt që dua ta dëgjojnë me vëmendje shikuesit tanë. Kur mori fund Covidi? Kur filloi lufta? Përfundoi në vitin 2022, kur rusët hynë në Donbas. Dhe nuk e di ne keni ndjekur, unë e kam përmendur në për shumë emisione, se juve në Shqipëri Edi Rama u mban në terror censure. Mediat ruse si Russia Today treguan laboratore biologjike që amerikanët kishin krijuar në Ukrainë, ku merreshin zojsh shtektar, infektoheshin me koronavirus dhe hidheshin drejt Rusisë. Domethënë kur unë edhe Altin Goxhaj e Alfred Shaku e tjerë thonim në vitin 2019 që koronavirusi është një armë biologjike që e kanë hedhur amerikanët, neve na vinte nga mbrapa policia antiterrorit, më hapin edhe proces antiterrori. Pushtimi rus i Donbasit vërtetoi e bardha në zez që koronavirusin e kishin prodhuar iranianët, këta amerikanët në për laborator dhe e hidhnin në për botë. Frika që unë kam në këto momente është se amerikanët, nga që nuk përballeshin dot në atë kohë me Kinën dhe me Rusin, lëshuan koronavirusin që të krijonin kaos botror. Në këto momente ku Trumpi nuk ka çfarë t'i bëj Iranit, unë kam frikë që këta mund të lëshojnë një hantavirus apo një koronavirus të ri, nga që mbaj mendur atëherë në vitin 2019 ishte edhe një profesor Francis Boyle, i cili ka qenë personi që shkroi ligjin biokimik të Amerikës, dhe ai doli atëherë po e heshtën mediat dhe tha koronavirusin e kemi prodhuar neve në laborator. Dhe duhet të kuptojmë që këto viruset hidhen me qëllim, se janë armë biologjike. Si mund ta mundësh ti armikun
me armë kimike, me armë biologjike dhe e fundit fare me armë nukleare. Por me armë nukleare është problem, se po e godite Rusin me armë nukleare, Rusia do të kundërpërgjigjet. Ndërsa me armë biologjike ti nuk e çaj bën, se ti nuk ke fakt që ta provosh që është armiku që po ta çon. Dhe ne e dim që gjatë luftës së Koreas, amerikanët atëherë kanë përdorur armë biologjike, ishte një yellow fever, që i spërkasnin këta ushtarët koreano verior dhe këta smureshin dhe vdisnin. Ata njerëz që din historinë e Amerikës, kur këta kolonët amerikan u zjeruan amerikanët nga këto 13 kolonit dhe shkuan drejt Kalifornias, Louisianës e tjerë, është një fakt i mirë dokumentuar që amerikanët përdorën atë yellow smallpoxin apo lin, jepnin rroba këtyre indianëve aborigjen, rrobat i spërkasnin me lidhe, kështu i kanë vrarë në masë. Domethënë, amerikanët e kanë bërë historikisht të lloj gjëje. Dhe një gjë tjetër shumë interesante që ndodhi me këtë luftën 40 ditore, nuk e di nëse e kam përmendur në emisionin tënd apo jo. Pas mbarimit të kësaj lufte, në Iran është bërë nami duke rënë shi edhe bor, edhe në Irak. Iranianët gjatë luftës 40 ditore kanë sulmuar këto qendrat që izraelitët kishin ndërtuar për modifikimin e kohës apo për mbjelljen e reve, për krijimin e shiut artificial. Dhe përveç armës biologjike, zionistët përdorin edhe armën e modifikimit të kohës. Biles po flisja me një mikun tim përpara disa ditësh, se haberi më i fundit nga Arnautistani që nga që izraelitët pas kanë hapur një kompani në Shqipëri për matjen e kohës dhe kjo kompani do bëhet kjo kompani do e ketë selinë e saj në ishullin e Sazanit. Pse në ishullin e Sazanit? Nga që po të hapet një kompani apo një institut i këtill në Shqipëri, shqiptarët do të shohin, do të kuptojnë se çfarë po bëhet. Unë jam shumë i frikësuar se çfarë do bëjnë izraelitët në ishullin e Sazanit. Mund bëjnë një modifikimin e kohës, atë që bënin me Dubain, që ta fjalabiet ta thajnë Shqipërinë nga shiu për vite, që shqiptarët ikin e ta rratisen nga vendi i tyre në mas, ose mund përdorin edhe armë biologjike që t'infektojnë njerëzit me viruse dhe Allahu e di se çfarë mund bëjnë. E të mërshme është. Mërshme vlla, domethënë jetojmë në kohra shumë terta, jetojmë në kohra shumë, ose kemi jetuar, po tani kemi pësuar të procesin e zgjimit, kemi hapur perden dhe po shikojmë që çfarë që kish bërë në Rogoz, a kupton? Se ne dim çohesh ke të bësh me komshiun, e shan nga ropt, merresh me fjalë, zihesh për një vend parkimi. Edhe quhesh idiot nëse ti flet edhe kërkon më shumë. Ore, çfarë po bëhet këtu nga bota? A kupton? Bolti, shojt se din ata lart, a kupton? Se ky është mentaliteti vëlla. Ky është mentaliteti jon, unë ndjem vetëm fatkeq. E di pse ndjem fatkeq? Ndjem fatkeq shumë i vogël për të ndryshuar në gjë vëlla, kupton? Ky është fataliteti, por kam pranuar shumë absurde tjetër, kështu që do më duhet ta pranoj edhe këtë pa shumë dhimbje. Dhe problemi tjetër është se kur ne themi shumë nga këto gjëra që themi, që nga prodhimi koronavirus, s'marrin për budalla ose për agent, thonë është agent këtu, kupton? Si më shante Joni budalla para një jave, thoshte i ka dhënë urdhër Ayatullah Khamenei që të na sulmojnë neve Skënderbeun, kupton? Domethënë thoshte njëri budalla, thoshte po hakmerret Irani me Shqipërinë, thoshte po na sulmojnë neve Skënderbeun. Edhe është problem. Nuk ja kanë aberin fare. Di pse nuk ja kanë aberin vëlla? Se do ngacmojnë një tezë, do ta bëjmë një temë tjetër. Nuk ja kanë aberin fare sepse mendojnë që për fatet e këqija të Shqipërisë kanë faj të tjerët. Ta nuk ja kanë bërë kur pyetjen pse lobi shqiptar brenda perandorisë osmane kur nuk foli për Shqipërinë. Pse shqiptarët e Stambollit kanë qenë gjithmonë kundër shqiptarëve të tjerë? Se janë letra, janë arkiva. Nuk i shmang dot ato. Nuk i din ta bëjmë, se vllan, nëse ti bën pyetje, pse greqisht e u fol dhe serbisht e u fol, është se ka pas disa njerëz që kanë mbrojtur atë lobin valla. Kanë lobuar, siç lobojnë sot. Nëpër media, nëpër gjitha.
ishin. Do më thënë si po të duhet student, po profe, po duhet kisha arë ti përgatitur në provim për mua. Jo vlla, vjen ti për veten, a kupton? Unë ose të kaloj ose të ngel në varësi të njohurive tua. ky muhabeti shqiptar me Imperatorinë Osmane është muhabeti i gjatë, nuk po i hyj kësaj, bëjmë një bisedë tjetër inshallah. Jo, aty. Se po i hyjmë kësaj Po. e mbarojmë pas nesër. Jo, e kam fjalën që vetëm nga mënyra e pyetjes. Ore mirë vlla, shumë bukur e di kështu. Po këta se shkenca vlla, shkenca do dikotomi, do tezë antitezë, që të nxjerrësh sintezë. Se këta e kanë kryer të histori të komunista, sikur neve mblidhemi pas shokëve dhe kemi krijuar kombin shqiptar. What the fuck bro? Kombi është nocion thot gellneri i krijuar për të gjithë i ri. Nuk është se gjermanët janë kom gjerman vlla. Ata s'dije fare kom gjerman. Muhabetin e gellnerit kombit inshallah e bëjmë në një bisedë tjetër që të na sulmojnë e të na grim pastaj. Që thonë, po thonë morën urdhër nga Irani të na sulmojnë kombin këta shqiptar. Atë vlla, atë shikoj, unë nuk e kam atë lloj interesi, e di pse. Nuk kam atë lloj interesi sepse na etiketojnë gjëra që unë nuk dua që të etiketojmë. Po se nuk të kuptojnë, nuk të kuptojnë burrë. Po edhe nuk të kuptojnë burrë, tamam si me punën e koronavirusit apo të mekut, ato gjërat që thonë çan duke folë ta. Ne nuk kemi të bëjmë idiotëve vlla, po ne kemi një detyrë që e kemi vetë në dorë. Ne kemi literaturë dhe mund ta përplasim me literaturë vlla. Çka ka thënë Gellneri, çka ka thënë ky, çka ka thënë Schmidi, çka ka thënë X, çka ka thënë Y. Kemi në të dy kemi akses në disa literaturë. E merr, e lexon, e citon. Hajde bëjmë survejim ose hajde bëjmë debat mbi ato çka lexuam. Se kështu bëhet vlla. Na po gjithë patriotë që duke vjedhur në shoku. Po gjithë. Për çfarë 200 milionë investitor strategjik, sa vjeç është 34. 200 milionë kur i bën në shpirtin e modrës, te ujërat e mamit, kur ishte në placentën e mamit. Se bën dot vlla. Pra, këtu janë të gjithë hajdutat e patriotizmi. Patriotët. Vjen Erdogani, heq Skënderbeun, tani të vrasin për Skënderbeun. Po revoltohu me Ramën me Bajram Begaj. Pse heq heroin kombëtare kur vjen Erdogani? Pyetje shumë e thjeshtë. Pse heroi kombëtar i joni hiqet kur vjen Sultan Recep Tayyip Erdogan? Sa ai nuk e ka Tayyipa, e ka Yauhypsha. Se është perandori, cari është sultani. Këta patriotët tanë të mëdhenj. Pra, të dashur miq, siç po e shihni, po përgatitet një debat mbi historinë e Shqipërisë. Do bëhet shumë serioz, do bëhet kur të bëhen zyrat e reja, që të kemi çik kontent më të mirë, kemi edhe literaturën para, e gjitha me radhë, këto kushtet alla bunkeri iranian, si shemi futur neve me linja, me futun dhome, futun shtëpi, nuk bëhet kontent cilësor. Por ne si agent Iranit, ju dini, jemi gjithmonë na paguajnë dhe nga bunkeri në bunker, tha, nga bunkeri në bunker, jemi duke ecur vetëm përpara dhe mos harroni, në 2029 votoni Ramën që t'ju çojnë në Izrael, më fal, në BE. T'ju çojnë në BE. Ore, mos na çon në ngushtim të Hormuzit të burrë, na bombardoi Irani, idioti si ka filluar, se ish idiot apo. Ka ikën dhe shikojmë një linjën e mesme nga afër, se na duket çik afër linja e mesme, linja e largët. Ngelen vetëm duke e parë në televizor. Okej. Po ç'a do të çojë Rama? Shikoj, për mua Olci njerëzimi ka marrë fund me gazën vlla. Po. Ajo është linja kuqe. Të më flasin njeri tani për të drejtat e njeriut, për drejtat e qenve, për drejtat e femrave, për drejtat e meshkujve, kur janë vrarë 30.000 fëmijë, e nuk i flasin trape njeriut, edhe dilnin në për televizionin thoshin ti vrasin dhe 300.000 fëmijë, terrorista, për mua ka marrë fund njerëzimi vlla. Sakt. Gaza, ne nuk flasim dot për holokaustin, se s'kemi jetuar në 45-ën, as në 40-ën, po këtë holokaustin që e kemi parë gjithë, këtë varrit kanë për t'ja tregu derisa të vdes. E kanë parë me sytë mi genocid vlla. Kështu që për aq kohë sa njerëzit janë pozicionuar, shikojnë se nuk na vjen neve se ne s'kemi parë gjë se media kur vriten 30.000 fëmijë. Miru pafshim, le të qofshim agent e çat na doni juve qofshin neve, të paktën neve nuk promovojmë vrasjen e fëmijëve, as vrasjet. Neve ju themi po një gjë, vriteni vetëm një gjë, vritni trurin.
Se e keni, nuk e se nuk e keni. E vrit trurin valla. Kështu që, kështu është, dhe kështu përfundon ky episodëm. E kuptoj shumë mirë që jeni duke na dëgjuar tani, jeni duke na parë me libër shtëpie, sepse nuk duroni dot t'ja u themi disa të vërteta që juve i keni të ndaluara dhe ti mendoni. Na e bëni halal, Olsi mban përgjegjësi për veten e vet, unë bëj përgjegjësi për veten time. Çdo lloj gjëje që nxjerrim nga goja është përgjegjësia jonë personale. Dhe nuk e se kemi me kast me juve, se nuk kemi gjë personale me asnjë lloj njeriu, prandaj dalim thjesht në rrugë. Se po të kishim hasmërira probleme, gjitha do dinim eskorta. Po nuk kemi. E vetmja gjë është, na dyshoni neve, dyshoni veten tuaj, dyshoni çdo lloj gjëje që shihni dhe lexoni, vrisni trurin se ku fshihet. Sepse një gjë është postulat në gjeopolitik, të gjitha shtetet gënjejnë popujt e tyre. Natën e mirë. Nathan.